Optimizmi i brisht i nxitur nga presidenti amerikan Donald Trump për një marrëveshje brenda 2 ditësh po i lë vendin pas sigurisë së rrezikshme. Mbyllja e përsëritur e ngushticës së Hormuzit u shoqërua me veprime agresive nga garda revolucionare, e cila përdori motoskafe për të kërcënuar anije tregtare. Nga ana e tij, presidenti amerikan, nga dhoma e menaxhimit të emergjencave të shtëpisë së bardhë, e bëri të qartë se nuk do t'i nënshtrojë shantazhet, duke këmbgulur për një bllokadë të ashpër detare të porteve iraniane. Sipas Wall Street Journal, Washingtoni tani po përgatitet për ndërhyrje dinamike dhe ndaj anijeve cisterna të lidhura me Teheranin. Zyrtar iranian thanë se kanë anuluar rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë rivendosur kufizime në këtë rrugë detare jetike, pasi Shtetet e Bashkuara deklaruan se nuk do t'i japin fund bllokadës ndaj porteve iraniane. Një agjenci britanike e sigurisë detare raportoi se anijet të gardës revolucionare islamike qelluan ndaj një cisterne, ndërsa ajo përpiqej të kalonte përmes ngushticës të shtunën. Reuters raportoi gjithashtu se një anije me flamur indian që transportonte naftë bruto ishte sulmuar në këtë korridor detar. Komanda e përbashkët ushtarake iraniane Khatam al-Anbiya deklaroi të shtunën se Teherani e kishte rikthyer ngushticën në statusin e saj të mëparshëm, e se ajo tani është në menaxhim dhe kontroll të rrept nga forcat e armatosura. Irani tha se kufizimet do të mbeten në fuqi nëse Washingtoni nuk garanton liri të plot lundrimi për anijet që udhtojnë nga Irani drejt destinacioneve dhe nga destinacionet drejt Iranit. Kjo u përsërit nga zëvendës ministri i jashtëm i vendit Said Khatibzadeh, si dhe nga komanda detare e gardës revolucionare. Negociatori kryesor iranian Mohammad Bagher Ghalibaf tha të shtunën se bisedimet e fundit me SBA-n kanë bërë përparim për mbeten dallime për çështjet bërthamore dhe ngushticën e Hormuzit. Presidenti Donald Trump tha se SBA po zhvillon bisedime shumë të mira me Teheranin, por paralajmëroi kundër shantazhit lidhur me këtë kanal kyç detar. Më pas ai lavdëroi aleatin e luftës Izraelin në një postim në rrjetet sociale. Asnjëra palë nuk dha detaje konkrete për gjendjen e negociatave të shtunën, vetëm disa ditë përpara skadimit të një armpushimi të brisht në luftën SBA-Izrael kundër Iranit. Lufta tashmë në javën e saj të tretë ka vrarë mijëra njerëz, është zgjeruar me sulme izraelite në Liban dhe ka çuar në rritjen e çmimeve të naftës për shkak të mbylljes së ngushticës, përmes së cilës zakonisht kalon një pesta e furnizimeve botërore me naftë. Duke folur për gazetarët në margjinat e një forumi diplomatik turk në Antalya, zëvendës ministri i jashtëm iranian Khatibzadeh tha se SBA-ja nuk mund të imponojë vullnetin e saj për të vendosur një rrethim ndaj Iranit, ndërsa Irani me qëllim të mirë, por përpiqet të lehtësojë kalimin e sigurt përmes ngushticës së Hormuzit. Në një postim në X, komanda detare e gardës revolucionare shkroi: përsa ko lëvizja e anijeve nga Irani dhe drejt Iranit është nën kërcënim, statusi i ngushticës së Hormuzit do të mbetet si më parë. Irani e mbylli zyrtarisht ngushticën më 4 mars në përgjigje të sulmeve ajrore amerikano-izraelite ndaj vendit dhe njoftoi rihapjen e saj të premten, pasi u arrit një marrëveshje për armpushim 10 ditor mes Izraelit dhe Libanit, si pjesë e negociatave më të gjera për të arritur paqe në rajon. Qendra e operacioneve të tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar tha se kishte marrë një raport nga një cistern që ishte afruar dhe më pas ishte qelluar nga 2 motovedeta të gardës revolucionare, 20 milje detare në verilindje të Omanit. Delegacionet amerikane dhe iraniane pritet të zhvillojnë një raund të dytë bisedimesh për paqen, megjithse koha ende nuk është konfirmuar. Agjenci France Press raportoi se ministri i jashtëm i Egjiptit tha të shtunën se ka shpresa për një marrëveshje në ditët në vijim, para se Irani të tërhiqej nga vendimi i tij. Të paktën 8 cisterna nafte dhe gazi kishin kaluar përmes ngushticës gjatë periudhës së shkurtër, kur ajo ishte e hapur në orët e paratë së shtunës, sipas të dhënave të gjurmimit detar. Rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë kalon përmes kësaj ngushtice, e cila është bërë një pikë qendrore e luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Mbyllja e saj ka rritur çmimet e energjisë në mbar botën. Në Liban, ushtria izraelite tha të dielën se një ushtar u vra gjatë luftimeve në jug, ndërsa 9 të tjerë u plagosën, përfshirë një i cili është në gjendje të rëndë. Udhëheqja iraniane shfaqet e palëkundur. Kryetari i parlamentit Mohammad Bagher Ghalibaf deklaroi se SBA ka dështuar në arritjen e objektivave të saj. Në një fjalim televiziv ai theksoi se Irani ruan kontroll të plot mbi këtë korridor strategjik dhe pretendoi se një anije amerikane për çmimin u tërhoq për të shmangur një goditje. Ndërkohë, sipas vlerësimeve të shërbimeve amerikane të inteligjencës të publikuara nga The New York Times, Irani mund të ketë ruajtur rreth 70% arsenalit të tij të raketave balistike, si dhe një pjesë të konsiderueshme të kapaciteteve të tij me dron, pavarësisht sulmeve të mëparshme.